Ne jemi vazhdimisht në komunikim me partitë opozitare, problemi është që nuk marrin përgjigje dhe ne nuk e kishim të qartë edhe saktësisht cila ditë është afati i fundit, ju them drejtën. Sepse nuk janë që të gjithë juristët dhe qytetarët të një mendimi që ora 24 sonte është afati i fundit e nuk ka qenë brëm. Nuk e dim. Tash, shumica dërmuese mendojnë që e kemi edhe sonte. Shumica dërmuese, por jo që të gjithë. Andaj ne duhej që sa më shpejt të vepronim. Por unë e di që rreth orës 9:21, rreth orës 21, i kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, edhe kryetarit të LDK-s, por nuk ka marrë përgjigje. Pra i kam shkruar rreth orës 21 atyre. Nuk ka përgjigje, nuk më përgjigjen. Merrni me mend kur kam qenë unë në opozitë me më pa shkruar mu kështu kryeministrat e presidentët, kur mu më kanë njek me policive, dhe ne. Kur unë kam qenë opozitë, për mu e kanë pas policin. I kam dikun, prej që kam dalë për i burgut servis një 20 rastime i kam. Në kotën miku dhe të leksit e të policisë tone. Dhe me thonë, e kuptoni, ata kurs kanë pas interesim me komuniku me mu. Unë me disë subjektit tonë politik dhe atyre e kena pas ndërmjetësus policin, një kahore. Tash, shteti është demokratik. Dhe në të njëjtën kohë, përveç që nuk ka më ashtu për ndjekje sikur se dikur, keni një kryeministër që vazhdimisht kërkon takime me opozitën e ata kur nuk refuzojnë, as nuk përgjigjen në mesazhet telefonike. Tash duhet pak ta shohin edhe për masën që ta kuptojnë realitetin. Jo vetëm unë, por jo vetëm kryetaria e kuvendit që është ushtuesi i detyrës presidentes, por edhe zëvendës kryeministri, po edhe ministri i financave Hekuran Murati, që të gjithë kanë më shumë vota se kryetari i PDK-s. Çfarë bëj unë që kryetari i partisë më të madhe opozitare i ka 4 veta të vetëvendosjes më të votuar? Ose çfarë bëj unë që kryetari i partisë së dytë opozitare i ka 10 veta të vetëvendosjes më të votuar? Syna së ndajtë që të parë, ama kjo është realiteti, këtë kanë thënë qytetarët. Dhe unë po detyrohem ta përsëris, sepse po detyrohem ata që në një sjellje jo shtetërore e anti-institucionale ta mohojnë realitetin, ta mohojnë vullnetin e popullit, ta pranojnë për të mos e respektuar. Kjo është situata që ndodhemi dhe për lidhje me kryenegociatorin, kryenegociator se shkoi gazetari. E pat me nxitim diku. Dhe me thonë